atë drejtim ka Shkoza, Botusha dhe mu tërhek mu lidh me ato njësi tjera që i kanë pas në drejtim. Mendoj si ka shumë elemente që vërtet e do një studim të veçantë dhe duhet ndoshta një kohë me gjatë për me mujtë mi shqelu gjitha këto elemente që sot në bojnë mundi krenar jo vetëm ne që ishim pjesëmarrës, po thuj që gjithë shqiptarët. Në ndërkohë, Zoti Berisha, gjatë krejt kësaj periudhe edhe kur kishit hartuar planin operativ, a ishit në kontakt me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës? Po, në para, unë e thash edhe ma heret, se para se me fillu operacionin e Kosharës, ne kem arrit të unifikojmë faktorin ushtarak, edhe faktikisht bashkohëm gjitha organizimet që ishin në pjesën e Marsis Gjakovës, edhe kem qenë kontakt edhe me shtabin e përgjithshëm, edhe me kem vazhdu, do me thonë, edhe me Ministrinë e Mbrojtjes, jo vetëm që jem bashku kështu në kuptimin asaj, me thonë po bashkohem, po i kem bashku edhe vijat e furnizimit, do me thonë logistiken, vijat e mobilizimit, edhe ndoshta është qelësi i suksesit a unifikimi që ka ndodhë para se të fillon operacioni i Kosharës. Dhe në Kosharë do ndodhë se ajo, thyerja e kufirit shqiptar, a ka një moment kritik që e kujtoni në këtë moment ka që lavdishëm? Ka momente, jo një, po janë disa, momentet ndoshta më të vështira kanë qenë kur ku janë kriju shok tanë luftës, Agim Ramadani, Saliqiku, Gjemal Fetahu, Abbas Taqi, Ali Hasi e shumë tjerë, dhe me thonë kanë qenë ditë që vërtet i kem përjetu shumë ranë, por çdo herë e kem gjetë forcën aty kur ndoshta kem mendu se si do të veprën të Agim Ramadani apo Saliqiku apo në njëni për i tyre, po të ishim vra na. Edhe Agimi e ka pas një thonjë, thëke në luft kur të shkojmë ndodhë dikush që edhe flijohet, por edhe nëse një ushtar mbetet e ka për obligim në fshatin e parë ose në mundësin e parë që prapë të formoj njësin edhe lufta duhet të vazhdohej deri në çlirimin përfundimtar. Mendoj si edhe këti objektivit i kem qëndru besnik, edhe pse na u kanë fliju shok, edhe pse nuk kanë qenë, sepse ritmi betejës ka qenë jashtëzakonisht i shpejt, edhe nuk mund gjendet ndoshta një ditë në betejën e Kosharës, ku luftarët kanë mujt me ndi veten ndoshta të lirë, që nuk, po çdo ditë kem pas luftime prej 8 deri 24 orë, pa ndërprej edhe afërsia e luftime u kanë qenë diku 5 deri në 50 metra. Përmendet Agim Ramadanin, cili ishte roli ti në betejën e Kosharës, Zoti Berisha? Agimi fillimisht ka qenë shefi shtabit të brigadës 131, pastaj shefi shtabit grupi 3 operativ, deri në datën e flijimit me 11 prill. Hartimin e planit për heqjen e kufirit shqiptar është bo pikrisht ai e ka drejtu, bashkë me stafin, me shtabin e këtij grupit 3 operativ. Ka qenë një prej ushtarakëve trallë që ka ditë mi motivu ushtarët, ka qenë orator i madhë, dhe të Agimi nuk ishte shko merre këtë pozicion, po eja pasmeje edhe ajo ka ndiku shumë edhe të ushtarët, edhe ushtarët kanë qenë të lidhur me emrin e Agim Ramadanit. Pra ishte gjithmonë i pari, printe? Printe, edhe në momentin e flijimit ti, me 11 prill, është dashur që ta mbajmë, do shta dhe sekret,
rënjën e tij, sepse ushtarët kanë qenë shumë të lidhur me emrin e agimit dhe mendoj si o dash me prit një moment caktuar kur kem arrit ndoshta ndonjë avantazh në gjatë luftimeve për me ju tregu se agimi marr nuk është mesin ton, ka pas edhe ndoshta thirrje me radiolidhje ka tona lajmërohu për Lucky Lukin ose ka tona lajmërohu për dikën tjetër, pa e ditë që se çka ka ndodhur. Pra ushtarët nuk e dinin se Agim Ramadani nuk jeton të më dhe nuk ju kishit treguar vetëm për idenë mos t'i demotivuar, që të mos bie motivi, që të mos dëshpërohen, që të mos mërziten sigurisht. E vërtet, edhe mos, por ato e kem realizu atëherë kur kem pas një avantazh në betej, në front, edhe pastaj ajo mërzia është kthy në një betim, që bashkëluftarët kanë thonë që aty ku derdh gjaku i Agim Ramadanit, aty kombe armikut ma nuk do të shkel, vetëm nëse na vrasin të